Agim Ramadani mbetet një ndër figurat qendrore të UÇK-s dhe padyshim njeriu që sfidoi ushtrinë serbe në koshare si askush tjetër, prandaj për vjetorin 26 i rënies së tij nuk është thjesht përkujtimi i një luftëtari të rënë, por një herazi edhe ngritja e tij në mesin e figurave më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar. Faktikisht betejë e Kosharës është një ndër ato beteja krenarie që ndodhin rrallë, edhe në dokumentaret e televizioneve serbe për këtë betejë shfaqet meri që përjetuan ushtarët serb dhe mercenarët rus në koshare. Agim Ramadani mbetet jo vetëm një hero, por më shumë se kaq, një burim frymëzimi dhe krenarie. Në historinë moderne të Kosovës, betejë e Koshares mbetet një nga momentet më heroike të luftës për liri, ndërsa emri Agim Ramadanit zë një vend të veçantë në kujtesën kombëtare si një nga strategët dhe heronjt më të mëdhenj të kësaj beteje. Ky luftëtar dhe adetar i shquar me përkushtimin dhe sakrificën është bërë simbol i guximit, vizionit dhe dashurisë për Adeun. Agim Ramadani lindi më 3 maj 1964 në fshatin Zym të komunës së Prizrenit. Ai ishte një njeri me shumë talente, piktor, poet, por mbi të gjitha, një luftëtar i paepur për lirinë e Kosovës. Pas përfundimit të shkollimit në Kosovë dhe më vonë në Zvicër, ai u bashkua radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në një periudhë kur populli shqiptar në Kosovë po përballej me represion të egër nga regjimi serb. Beteja e Koshares që filloi më 9 prill 1999 ishte një moment kyç në luftën e UÇK-s. Ajo u zhvillua në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, ku për herë të parë u kthye kufiri që Serbia e mbante si vit të pakalueshme. Komandanti Agim Ramadani ishte një nga udhëheqësit kryesor të kësaj beteje. Ai kishte përgatitur një plan të detajuar për thyerjen e këtij kufiri, duke përfshirë organizimin logjistik dhe strategjik të forcave të UÇK-s. Beteja ishte ashpër dhe e përgjakshme, me përballje të drejtë-për-drejtë midis forcave të UÇK-s dhe ushtrisë serbe. Forcat shqiptare të udhëhequra nga komandanti Agim Ramadani dhe Sali Çekaj treguan një vendosmëri dhe trimëri të jashtëzakonshme. Përmes manovrave taktike dhe sulmeve të mirë koordinuara, ata arritën të çajnë vijën e frontit dhe të marrin kontrollin e pikave kyçe të zonës. Me 11 prill 1999, vetëm 2 ditë pas fillimit të betejës, Agim Ramadani ra dëshmor në rrethana ende të paqarta. Humbja e tij ishte një goditje e madhe për UÇK-n, por gjithashtu u bë një burim frymëzimi për luftëtarët e tjerë që vazhduan betejën deri në çlirimin e plotë të zonës. Figura e Agim Ramadanit u kthye në një simbol të luftës për liri dhe sakrificës sublime. Pas përfundimit të luftës, Agim Ramadani u nderua me titullin heroi i Kosovës dhe u përkujtua me monumente, rrugë dhe shkolla që mbajnë emrin e tij. Poezitë dhe shkrimet e tij të mbledhura në libra dëshmojnë për shpirtin e ndjeshëm dhe idealistin që jetoi për një Kosovë të lirë. Sot kur e kujtojmë betejën e Koshares, nuk mund të mos kujtojmë edhe nderojmë rolin vendimtar të Agim Ramadanit, i cili jo vetëm që dha jetën për lirinë e Kosovës, por edhe vulosi me gjak një kapitull të rëndësishëm të historisë shqiptare. Heroizmi i tij mbetet i pavdekshëm në zemrat e çdo shqiptari.